Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kur dalim me e kena me veti edhe Haxhi Mustafën shpesh herë. Sot se kena me veti, veç Haxhi Musën e kena. Ajo ka një fjalë të dashamirët e sportit dhe natyrës. Thot ma mirë mi bo 2 hapa se me i pi 2 hapa. Është mesazh për me tregu se aktiviteti sportiv e ndihmon besimtarin në ruajtjen e shëndetit. Ecja në bjeshk, në mal, sidomos mas sabahut, përveç që është motivim për me dalë me farë sabahun në xhami, e me përmendë Allahun e madhëshëm mas sabahut, është motivim edhe me dalë me e shiju bukurin e ditës, bukurin e mëngjesit, bukurin e jetës në mëngjes. Edhe me e shiju këndimin e zogjve, këtë melodi të bukur, e me po këtë madhështi që ka kriju Allahu subhanahu wa taala. Dhe pastaj me disponu veten moralisht dhe që me përgatit për me vazhdu jetën me angazhime ditore që ka njeriu. Dhe shpirtërisht i mbushur me adhurim, fizikisht i mbushur me aktivitet fizik, moralisht i kënaqur sepse e ke plotsu një program obligim vetvetes që ke dhënë. Edhe normalisht këtë ditë pas e shkon marr. Porosi për rinin, e cila rrin gjithë natën të bëjë muhabet, edhe kohën më të mirë ditës flen. Njëra prej argumenteve materiale për mirësinë e namazit sabahut me xhamat është edhe se ajri është më i pastër, edhe përbërja kimike e ajrit është më e dobishme për shëndetin. Këtë të mira i ka ai që qohet sabaherët. E jo rastisht pejgamberi sallallahu alaihi wasallam theke: Barakallahu li ummeti fi bukuriha, Allahu e ka beku umetin tem në mëngjesin e hershëm. Që që logjika e fesë, qohesh e farë sabahun me agimin e mëngjesit. Edhe tamam kur fillon me lind dielli, veç ti i përgatitur me fillu punën. E shfrytëzon këtë ditën me diell, do thot me diellin e Zotit, pargji me shtesë, edhe e shfrytëzon këtë ditë optimalisht, edhe për adhurimin ndaj Allahut, por edhe për fitime materiale. O i rini, zgjohu, merru me këto këshilla, praktikoj e kënaqur në dunjën e ahiret inshallah taala. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.